Kurioziteti për të zbuluar se kush do të largohet sonte nga shtëpia e Big Brother VIP 5 është më i lartë se kur. Në televotim ndodhen Kristi, Selin, Seno dhe Lorna. Në rrjetet sociale janë hapur sondazhe të shumta për të matur opinionin e publikut dhe, sipas rezultateve paraprake, situata paraqitet kështu. Lorna kryeson listën për t'u larguar me 46% të votave. Seno renditet i dyti me 26%. Selin ndjek me 21%. Kristi mbyll listën me vetëm 7% të votave për largim. Megjithatë, siç ndodh shpesh në këtë format, këto shifra ndryshojnë nga momenti në moment dhe nuk janë gjithmonë vendimtare. Sipas burimeve dhe zërave që qarkullojnë brenda lojës, i larguari i mbrëmjes pritet të jetë Seno, pavarësisht se nuk kryeson sondazhet online. Arsyeja thuhet se produksioni e sheh atë me më pak potencial për vijimësinë e lojës.